Profesor, si mundet kjo? Duhet të kenë ndonjë gabim në asnjë mënyrë. Unë do përjashtohem nga shkolla pas një arsye. Ishte e qartë se kjo do të ndodhte. Ishte e qartë. Jeni të kënaqur me atë që keni bërë? Ja ke shkatruar jetën vetes. Zonja Hedie, të lutem qetësohu, të lutem. Nuk mund të qetësohem. Nuk mund ta bëjmë këtë xhaxhitarik. Mua si më intereson shkolla, për Aslën mos e ngacmoj. Ozan, të ulemi tani dhe të mendojmë me qetësi. Të lutem. Ti the se nuk duhet të shkonim në Izmir. E shikon? Edhe nëse nuk duam ne, po na dëbojnë. A ja vleti Asla, ha? A ja vleti të shkatroje jetën tënde për Ozanin? Nuk do të lejoj kur që Aslës ti ndodh diçka e keqe. Ti tash më gjëja më e keqe që i ka ndodhur ndonjëherë vajzës time Ozan. Asla. Mos guxo, mos e prek vajzën time. Ik largohu që këtu. Hedie? Çfarë po ndodh këtu? Që janë këto britma? Ja tani ne po shkojmë. Çfarë ndodhi bi? Hedie, pse po qan kjo vajza përsëri? A duhet të shkoj ta pyes zotrin Tarek apo do të ma tregosh? Ej Lyl, ku je? Nala ka dalë të më kërkoj. Fshiu, fshiu. Ku je ti? Ha? Del të shkosh deri në market, po pastaj nuk je gjukundi? Çfarë po ngatron ti? Në çfarë po ngatroj, o? Ashtu koha ishte shumë e mirë dhe unë dola për shëtitje në fshat. Pastaj thash të vjen në vendin ku njoh ti dhe babai. Unë nuk e kuptova se si më kaloi koha, më fal. Çfarë i ndodhi lëkundses? Ashtu doja të lëkundesha pak, po ishte e vjetër dhe u thye. Nuk të ndodhi gjë ty apo jo, vajza ime, ha? Jo, nën, mirë jam, s'kam gjë. E Lyl, vetëm ishe këtu. Mu duk sikur dëgjova një zhurmë. Jo, unë nuk pash asnjëri. Nën, hajde ja të shkojmë. Shiko, ka shumë gjarpring dhe akrepa këndej rrotull. Mos hajde vetëm këtu. Ai mua nuk më shkoj mendja valla Koraj. Hajde vajza ime, shkojmë. Hajde Koraj, nëna jote do të shqetësohet. Ozan, mirë se erdhe shpirt. A je mirë? E çfarë të bëj, nën? Gjithçka u përkeqësua më keq. Çfarë? Çfarë ndodhi, bir, mos më tremb? Ja thash të gjitha nënës Aslës. Ja vërtetova se nuk e bëra unë. Ai ishte gati të ishte don nga largimi kur erdhi pasaj xhaxhitariku mori një telefonat. Kanë marrë masa disiplinore për mua dhe Aslën. Çfarë? Për çfarë arsye? Nuk e di. Po flasin për na përjashtuar nga shkolla. Nëna e saj u çmend kur e dëgjoi. Unë i prisha të gjitha. Përse nuk e di unë këtë? Pse askush nuk më tha asgjë mua? A foli me Mimtazin për këtë çështje? Si mund ta lejonte diçka të tillë? Për çfarë arsye do t'ju përjashtojnë? Nuk e di. As nuk më intereson. Asën e lash aty. Ajo po qante. Nëna e saj tha shumë gjëra. Dhe unë nuk mund ta mbroj. Ti a e don kaq shumë Aslan?
Të dy i kanë dëshkuar me masa disiplinore. Madje mund të përjashtohen nga shkolla. Sikur të mos mjaftonte turpi për ata që bën. Tani edhe kjo. E di që janë njerëz që ishe çdo ditë. E di këtë. Kush e di çfarë do të mendojnë për ne? Unë nuk di se çfarë të bëj mas, çfarë të them vëlla. Por nuk mund të rri më këtu. Nuk mund të shoh më asnjëri në sy. Ndaj, të kërkoj shumë falje. Unë nuk doja të turproja kur ty. Të lutem më fal. Unë edhe ashtu të ta vuaj dënimin tim. Mirë që nuk mendove për veten ose për mua, por nuk mendove për dajën tënd, turp të kesh. Nuk e mendova, nën. E pranoj. U rrëmbeva ashtu. Bëra një gabim shumë të pamend. Bëra një gabim të madha, në rregull. Aslı! Eja këtu! Bia ime eja këtu, thash! Aslı! Me kë po flasun? Bia ime? Aslı! Aslı, ndalo! Aslı! A mos u brave! Aslı! Bia ime u friksova shumë! A je mirë? Asla, je mirë? Nuk ka asgjë. Vazhdo eci. Pavarësisht se ku e kje ndërmend ta qosh. Mendja dhe zemra e Aslës do t'jenë këtu, sa më shumë që ta shtysh, aq më shumë po e largon nga vetja. Do ta humbasësh Aslën, Hedije. Mirë. Këto gjëra që blem do t'i mjaftojnë për ca kohë tezes. Teze Nuran e pas ke mbushur mirë. Birë nuk është as pak e lehtë, ajo jeton vetëm. Hajde, mi jep mua torbat? Hajde, shko në shtëpi tani ti, nëna jote të shqetësohet. Jo, nuk shqetësohet. Ose nëse do të shqetësoj, do të më telefononte. Në rregull, mërdjale rregullojmë tani. Ej Lyl, hajde vajzejme, hajde. Hajde të fala bëj nënës nga unë. Sikur të kisha ndihmuar deri mbrenda? Ej Lyl. Ej Lyl. Vajzë, përse po qesh kështu? Më shiko mua. Mos u çmend nga treshtimi dhe mos më bëj të vdes para kohë mua. Jo, nën, çfarë shmendurie? Ashtu, ajri pastër më bëri mirë? Jam shumë mirë, mos më rakos. Mirë, hajde shkojmë. Aga, fytyra po të qesh! Shqyqiro zot! Prit! Ta hapun! Hajde, e gjetëm nusëm! Gjetëm, Sejfoj, gjetëm! Mrekulli! Atëherë, çfarë po presim? Të lëshojmë pak muzika në karaje! Ojna, të kërcejmë pak! Apo, tani s'kap se të mbete mendja këtu! Vëlla, ke të drejtë, por si të lë këtë këtu dhe të kthejmë në Ankara? E po ç'do të bëjmë aga? Sikur të rrim edhe një ditë? E dija se nuk do doje të vije gjithsesi. Tash më kam rezervuar një dhomë në Bujtin. Hajde hip në makinë. Çfarë do të bëja pa ty unë? Çfarë do bëj unë pa ty aga? Bre.
Nën, kush e di sa lëmsh duhet e embër gjërat tani? A nuk e dëgjove baban tënd? Do ta përjashtoj nga shkolla. Miru pafshim Aslë, miru pafshim. Nën? Hë? Po sikur të ndodh diçka Ozanit për shkak të kësaj çështjes disiplinore, po sikur të përjashtoj nga shkolla? Asgjë do të ndodh. Babai i tij është pronar i shkollës. Ashtu është. Oh, më në fund të hoqa qafe Asla. Miru pafshim, shko ku të duash. Kudo që të shkosh, miru pafshim Asla. Miru pafshim Asla. Miru pafshim. Sa e çmendur je edhe ti. A kishte vërtet nevojë për thirrjen e komisionit disiplinor? Do t'i përjashtojsh fëmijët për shkak të një puthje të vogël? Zemër, nuk është vetëm një puthje e vogël kjo. Ozani aktivizoi alarmin e zjarrit. Mendoj se të gjithë në bibliotekë duhet të largoheshin me nxitim. E çfarë pastaj? Kjo ka ndodhur edhe më parë në shkollë. Janë gjëra të moshës. Zemër, disa njerëz u lënduan në rrëmuj. Shiko ti e di. Gjithmonë jam përpjekur të mbaj Ozanin larg të lashve, por antarët e bordit e morën vesh këtë. Nuk mund t'i ndaloja. Gjilide, më kupton ti apo jo? A duhet të transferojmë Ozanin në një shkollë tjetër? Apo, akoma edhe më mirë, ta çojmë në ndonjë shkollë jashtë vendit, si thua? Unë po përpiqem të mbaj djalin tim sa më pranë meje, kurse ti shiko çfarë propozon. E dashur, nuk e di çfarë tjetër mund të bëhet në këto rrethana. Do ta dish, Mimtaz. Nuk kam ndërmend të dërgoj djalin tim askund. Bëj çfarë të duash. Do gjesh një zgjidhje. Do të zgjidh Gjylide. Do të bëj gjithçka që mundem. Por jo që ai të qëndroj këtu, por që të largohet që këtej. Hape, Asla, hape. Ozan, a nuk do të vish në shtëpi, shpirti mamit? Jo, nuk do të vi. Vazhdo ti. Por bën shumë ftohtë. Do të ftohesh. E jem apo e kthen Aslën në Izmir. Dua vetëm ta shoh për herë të fundit para se të largohet. Në rregull? Por mos u ftoht, në rregull? Vëre kapelen kështu? Ja, baba, të lutem më lërë të shkoj. Kam shumë dëshirë të studioj, të lutem. Sa më shumë të shtysh, aq më shumë e largon nga vetja. Do ta humbasësh Aslën, Hedije.
A dëshiron vërtet të studiosh? Dëshiroj. E dëshiron me gjysmë zemre? Unë dua të studioj. Edhe atë shumë dua. Ka qenë ëndra ime më e madhe që kur unë isha e vogël. Të studioj dhe të bëhem avokate. Kam punuar me vitet e tërë për këtë, edhe ti e di. Atëherë unë do të shkolloj ty. Çfarë do që të thonë tjerët? Dhe gjithë shkaje do të këndërvijam dhe do të shkolloj vajzën time. A me të vërtet? Po. E kam vendosur. Do të bëj çfarë do që të ketë nevojë. Por edhe ti kështu do duhet të bësh. Nuk do të marrë shkelësh kur fjalën asla. Nën! Faleminderit shumë. Unë të premtoj ty se nuk do të të shgënjej. Do të bëj çfarë të duash ti. Vetëm më lër të studioj unë. Ti e di se çfarë dua. Nuk do ta shohësh më Ozanin. Në rregull, nën. Çfarë do që të thuash ti ashtu do t'jetë. Do të rri larg Ozanit. Pa shikoti. Erdhëm deri këtu, në mes të baltës dhe pislokut, dhe prap nuk munda të rria vetëm me vajzën. Nise punën nga e bara, birim. Kanë kaluar vetëm 1 ose 2 ditë. Besoj ti nënës tënde, sot do të mbetesh vetëm me Lylin ti. Do ta shohim. Nuran e dashur. Ha? Aman më shpirtim. Mirë se erdhët Razje. Mirë se ju gjetëm. A erdhën prap këta njerëz tinzarë? E dini ju si është tezja ime, apo? E ka humbur mendjen e shkreta, e di. Tutje, ti ajo që e ke humbur mendjen. Ata janë hajdut, u lexohet në fytyrë, fytyrën e ngrysur, të pa besë. Ej Lyl, vajza ime sill fshesën që ti largojmë këta. Ti largojmë. Aman, teze, përse po e bën këtë shturp? Këto janë komshin ta që moti, e din ti. Teto Nazife! Si qenë ke bërë ti kështu më thuaj mua? Është pleqëri e gjorat. Ai Nuran e dashur, erdhëm të marrim me Lylin e të dy. Vajza dhe nuset në lagjën e sipër me janë mbledhur për të bërë salcë domatesh. E Lyli mund të takohet edhe të shoqërohet me bashkëpunëtarët e saj, apo do ta sjell Koraj më vonë atë këtu? Shko, moj bi, do të bënte mirë ty. Jo pra, s'marr vesh fare nga salca e domates. Nuk do t'ua lë vajzën time të vi me ju. Shkoni gjeni një vajzë tjetër. Mirë atëherë, po vi unë të bëj salcë domatesh. Tezja ime nuk do ta lëre Lylin tani. E Lyl, mbaje në vëzhgim tezën ti. Atëherë, Nuran e dashur, lere Korajnë të qëndroj me to. Në rast se kanë nevoj për ndonjë gjë, e din... Jo, nuk kemi nevoj për asgjë. Ne do të rrim me tezën. Shkoni ju. Në rregull, atëherë shpirt, po shkoj të ndërrojmë dhe do vi unë.
E dija që s'do t'ja bëje këtë vajzës tënde. Mirë mëngjes. Daj, unë bëra një gabim. Ju mërzita shumë edhe ty edhe nënën. Por të premtoj, nuk do të zhgënjej përsëri më kur. Të lutem më fal mua. Ma zori gjume, drejt që ëmbërt. Nuk mund ata shoh as për herë të fundit. Është një ditë shumë e bukur, nën. Më në fund e hoqa qafe Aslën. Duhet të ketë ikur tashmë. E shkreta ajo. Duhet të ketë qarë gjithë rrugës. Ah, sa doja t'ja shikja fytyrën. E nuk pas ka ikur kjo? As do mund t'a he qafe kur këtë vajzë? Se një bumerang e he thutje dhe kthehet përsëri. Mos ki merak fare. Edhe nëse nuk largohet me dëshirë, ajo do të largohet nga halli kur t'i ndërpritet bursa. Po, ajo do të largohet. Po. Po qërë sot ku i lash? Si nga larguar. Asla! Nuk do t'a shohësh më Ozanin. Asla? Unë e din se të kam pritur gjithë natën. Nuk ju përgjigje telefonatave të mia. Mendova se ike. Po qenë ke këtu. A ndryshon mendja mami për largimin? Akoma këtu jeni. Po, ndryshua mendja. Po nxitoju nëse më fal. Asla, s'mundum që të flisim bashkë. A je mirë? U shqetësova shumë për të. Mos u shqetëso për mua. Në fakt, mos më përshëndet më. Mos më afro. Dhe mos fol as pak me mua. Ti dhe unë tani jemi dy të huaj.
Shiko tezën. Miru pafshim, zemër. Ka njeri aty? Jo, birim. Hajde tani. Teza? Pi pak. Zoti të bekoft, vajza ime e dashur. A nuk ka një kurende këta? Ndoshta nana ka haruar diçka. Unë do të pushoj pak, po më dhem shumë koka. Eja. Që kemi? Ti çfarë po bën këtu? E pash familjen tënde duke larguar. A nuk po shkoje në qytet? Doja të kthehesha, por u anuluan autobuset. Ej, Lyl, kush erdhi? Nuk ka njeri, teze. Fëmijët i kanë rënë. A nuk ishe vetëm? Teze ime. Shpejt, shpejteja. E njëri ka vetëm 2 ditë në shkollë, kurse ti e ke emëruar tashmë kryetar të komisionit disiplinor. E ke bërë përsëri kokë më vete, Tarik. Bravo të qoftë. Mimtaz, Fatiu është personi më i përshtatshëm për të kryesuar komisionin disiplinor. Jam absolutisht i sigurt se ai do të bëjë gjithçka që mundet për fëmijët. Nuk mund ta caktosh këtë emrin pa lejen time, Tarik. Mundem ta bëj. Dhe e bëra. Të dy e dim që kam kompetenca ta bëj këtë. Mimtaz, mendoj se të dy duam që Ozani të gjykohet drejtësisht nga komisioni disiplinor. Fatihu do të jetë një kryetar i mirë dhe jam i sigurt që edhe Zhulide do të jetë e lumtur. Profesor Fatih, kam një farë bindje dhe shpresoj të mos i prishësh gjërat edhe këtu. Po në të mbaret herë. Mimtazi nuk duket shumë i kënaqur me detyrën që më ka dhënë. Nëse do mund të u tërhiqen, profesor. Përkundrazi, Fatih, duhet ta mbash fort këtë detyrë. S'mund të lë të ardhmen e atyre fëmijëve në dorë të iniciativës së Mimtazit. Në rregull, profesor, çfarë do që mendon që është e përshtatshme? Mirë, të gjejmë Ozanin dhe Aslin. Duhet të flasim me ta për deklaratat e tyre para komisionit. Ja ti, përse nuk dëshiron ta kuptosh? Aslı, profesor Fatiu. Është kreu i komisionit ton disiplinor. Dëshiron të flas diçka me ju. Përshëndetje, Aslı. Përshëndetje, profesor. Ju lutem më falni. S'ka asnjë problem. Nëse doni të shkojmë në zyrën e profesor Tariku dhe të flasim. Përbes që nga fantastike, me të vërtet lumshin duart. Ka kohë që nuk kam ngrënë kështu. Në rregull, e kuptuam, është e shishme. Hajde ha para se të vi tezja ime. A duhet iki me njerë? Po mendoj dilni pak të qetisnim sot, por ashtu... Nuk mund ta lë tezën time dhe të dal. Ej, Lyl, vajza ime, ku Tezja ime po jeti? vjen.
Teze? Çfarë ndodhi? Më është tharë fyti pak shpirt, më jep të pi pak ujë. Mirë, shko ti në dhomën tënde, unë do ta sjell. O mërzita, unë do shkoj në dhomën e ndenjës. Teze, pse nuk ulesh pak në dhomën tënde? Në emër të Zotit. O, Zoti madh, gjunjët. Ti po ha i buk shpirt? Ullu dhe ha. Unë do të bëj shoqëri ty. Jo, Teze, nuk ka nevoj. Do ha vetëm, shiko gjithsesi je së murti. Shko pusho, pas të ilaqet të trullosin, duhet pushosh. Zot na ruaj, shko në shtrat. Shko, shtriu ti, shko. Hajde, Teze. Hajde. A iku? Shpëtua mirë. Elju, çfarë po ndodh? Kush je ti? Komisioni do t'ju kërkoj të dyve argumentet mbrojtëse. Ai do të marrë një vendim me rrethanat. Unë do të sigurohem që diskutimi të jetë sa më i drejtë që më të mundet. Unë do të bëj çmos që jeta akademike e asnjëri të mos cënohet. A ka shanse që të na përshtojnë nga shkolla, profesor? Nuk e besoj. Por sigurisht duhet të mendojmë edhe më të keqen. Mund të jepet një urdhër ndalimi. Në këtë rast, bursa e Aslës mund të ndërpritet. Ju lutem s'mund ta bëjnë këtë. Jam unë përgjegjës për gjithçka, Aslën nuk ka faj. Fëmi, po ta kisha ditur para procesit disiplinor, do të kisha mbajtur Aslën jashtë incidentit. Por me sa mora vesh unë, bordi e konsideron përgjegjëse edhe atë. Profesor Tarik, të lutem, bëj diçka. Mos lejo që Asla të dënojë për shkak të gabimit tim. Bordi mblidhet nesër në orën 9 të mëngjesit. Kujdes të mos vënohemi, mirë? Në rregull, profesor. Faleminderit. Asla, s'do ta lejojm të dëmtohesh për shkak të një gabimi të thjeshtë. Mos ki asnjë dyshim. Do doja të më kishe treguar. Nëse të pëlqen Ozani, ta them unë, pse nuk më refuzove kur të kërkova ndihmë? Dohet të më gënjeje sepse ndiheshe shumë fajtore për vjedhjen e babait tënd, apo jo? Sa e pafajshme që je. Shumë e pafajshme. Por të lumt, nuk do të më kishte shkuar kur në mendje që mund të më gënjeje ti. Unë ty nuk të kam gënjur asnjëherë. Por fshehu razi me Ozanin? Nuk kam bërë asgjë fshehu razi unë. Gjithçka ndodhi papritur. Nuk po ata rastin të ta them. Si do qoftë. Shpresoj që nga sot duhet të kesh shumë kujdes që mos t'u thyrë zemrën shoqeve. Sigurisht, nëse mund të kesh sukses.
Berçin. Çfarë fole me Aslën? O nuk I thash asgjë? Nëse ke gish në këtë punë, do të ta thyje keq zemrën Berçin ta dish. Si mund ta mendosh një gjë të tillë? Nuk mund ta besoj që mendon kështu për mua. Mos më bëj si e pafajshme. Unë e di saktë që ti po gënjen. Dashuria ime I vura zjarrin bibliotekës për ty. Të pëlqeu? Atëherë më podh budalla. Nuk po turproheni, apo jo? Nëse ti nuk je turp, pse duhet të kemi ne? Nuk bëra asgjë për të patur turp. Në lëni rehat tani më. Çfarë do të bësh nëse s'të lëm rehat? Hë? Do të na rahësh? Po, mund të kem fshehur disa gjëra sepse isha e zemruar me ty, por nuk gënjeva askënd. Asnjëherë nuk gënjeva. Sigurisht, kur njeriu e do kaq shumë dikë dhe refuzohet, nuk di se çfarë të bëj. Mjaft. Më lini rehat më. Aslı? Po e di që nuk duhet të isha e zemruar. E di që dhe ty të pëlqen Aslı. Ozan, a më dëgjon? Lëreni rahat. Çfarë do problemi që keni do ma thoni mua. Ti mos ndërhy. Ti përse je zemruar me mua? Thjesht po përpiqem të të mbroj. Mos më mbroj. Ti mos bëj asgjë për mua më. Mjaft. Muhit qafe më. Jam shumë e mërzitur me ty, Eylül. A ishte vërtet e nevojshme kjo? Ai, teze, e keq kuptove ti mund ta shpjegoj. Ky shoku... Ti pse nuk më tregove që erdhi Xhaxha Safeti, ha? Kush është Xhaxha Safeti? Ashtu. Burri I saj, ai vdiq para 10 viteve. Tani mendon se je ti. Teze ime ka demencë. Ndonjëherë më ngatron edhe mua me kunatën e saj. Safeti dashur, duhet të jesh I lodhur. Të sjell diçka për të ngrënë. Jo, hëngra para sa të vija. Faleminderit. Ngriu moj vajz, bëj Xhaxhait një kafe, do ta pim së bashku ne. Në rregull, teze. Zotri Mumtaz, a jeni I lirë? Doja të flisa me jo për diçka. Zoti Mumtaz, a të dalun? Jo, nuk ka nevojë. Më thuaj si është puna. E rishikova edhe një herë vendimin e komisionit disiplinor dhe mendoj që është I panevojshëm. Dua të them nuk kam asnjë sankcion që mund të aplikoj në lidhje me alarmin e zjarrit dhe nuk duhet t'i ndëshkojmë dy të rinj me masa disiplinore për një puthje të pafajshme. Ta anulojmë. Dëgjoni, ata të dy janë të rritur dhe nuk ka pasur asgjë me detyrim. Ozani nuk e detyroi Aslën ta puthte. Pra, nuk mund të bëjmë një akuzë morale në këtë rast. Në fakt, e kemi thirrur të gjithë për të mbledhur komisionin disiplinor. Do e shikojnë nëse mund të anulojmë këtë. Në rregull, faleminderit, mund të largoheni. Ja, merre. Dhe me thanë s'pas ka pasur detyrim.
Ky idiot më dha pikërisht idenë që më duaj mua. Nëse mendojmë se ka pasur detyrim, gjithçka do të ishte më ndryshe. Bravo, profesor Fati, bravo. Kreu i komisionit disiplinor duke si njëri i mirë, po në fund të fundit komisioni do ta marrë vendimin së bashku. Nëse marrë penalizim, mund të më ndërpritet bursa. O, sot më jep durim, o, sot në ndihmo e na më shiro. Nëse më ndërpritet bursa, do ta kem të pamundur të studioj në atë shkollë. Nuk mund t'i mbledhim dot parat as për gjysmë viti. Mallkuar të qoftë kjo varfëri. Në shpirt. Unë nuk mund të ngarkoj më me këtë barë, sidomos jo për fajin tim. Mos u shqetëso ti. Unë do e gjej një mënyrë për të studiuar pa ju bërë barë askujt. A e njeh ti Razien? Ata me fytyrën e ngrysur. Si nuk e njoh. Duke u rritur është bërë gjithë një më keq. Sa i shëmtuar që është. Dhe ka një djalë, nuk do ta besoje, fiksi nëna e tij. Razia gjithmonë ka qenë xheloze për mua, më ka xhelozuar. Si mund të më shikonte mua një bukurosh si ti? Si mund të më shikonte? Shumë turp. Çfarë do të bëja vetë se të shikoja një grua që flet ëmbël dhe buzëqer si ty? Çfarë do të bëj? Nuk dua të ndërpres bisedën tuaj të këndshme, por Xhaxha nuk duhet të largohesh ti? The se udhëtimet do të fillonin në mbrëmje. Kështu është. Duhet iki tash. Ku po shkon Safet? Safet im. Nazifja ime dashur, më duhet nisim për rrugë. Do të vi përsëri dhe të ta shoh fytyrën tënde. Atëherë shko në paqe. Bëju të falat të ndjerëve. Teze, zot na ruaj larg qoftë. Miru pafshim tani. Hajde unë të të qoj në shtrat tani, teze. Eja. Ja. Edhe sa do që ndrosh ti këtu? Nuk e di, nuk është e sigurt. Atëherë, mirë, shihemi. Miru pafshim. Rrugë të mbarë. Hajde, shko tani do të shoh dikush. Urdhra? Lul, a duhet ndonjë gjë në shtëpi? Djali i fqenjit shkoi në Ankara sot. Tha se mund të na sjellë ndonjë gjë që na nevojitet. Çfarë do të thuash? A nuk janë anuluar udhëtimet? Se ta anulohen, vajzë? Nuk ka stuji, asgjë nuk ka. Unë të marë. Zotri Mimtaz? Urdhroni, a keni ndonjë porosi? Jo. Duhet të flasim pak e zotri Jashar. Mos rrini në kam, hyni brenda dhe flasim. Jo, mirë jam kështu, qësësi nuk do t'ju marrë shumë kohë. Do shë edhini incidentin që ka ndodhur kohët e fundit apo jo. Besa juaj dhe djali ynë. Unë erdhe që kërkoj falje në emër të atij horrit tonë. Para pa i me avazin e ti, por shkaj të thati, digjit edhe i njomje. Edhe vajzët të ndëshkohet edhe pse është plotësisht e pafajshme. Më tha nëna e saj. E di që mund të ndëshkojnë në shkollë, kjo është normale. Le të vuaj dënimin e saj, zotri Mimtaz. Nuk ka asgjë për të folur. Në fakt vajza është e pafajshme. Ozani e detyroi. Çfarë do thuash? Nuk e dini ju për videon? Shikoni mirë. Ja, shikoni.
Çfarë ndodhi? Zoti Mumtaz po flet me dajën tënd. Për çfarë po flasin? Nga ta di unë. Shikoni mirë. Shikoni këtu se si Ozani po i vjen. Ja, shikoni. Shiko. Efekt të video? Nuk ka nevojë zotri Mumtaz. E kuptova tani. Daja po vjen, shko në dhomën tënde. Çfarë ndodhi vëlla? Çfarë erdhi të thotë zoti Mumtaz? Ka të bëjë me Aslën? Shko fol me Aslën Hedije. Nëse ajo nuk do që të ndëshkohet, ka vetëm një gjë që duhet të bëj. Çfarë gjëje? Jas, të gjejta ty. Pse më gënjeve mua? The që udhëtimet ishin anuluar? The që nuk mundet të shkoje? Më gënjeve mua? Mirë. Ndodhi, por pastaj minibuzi? Po, e vërtet. Nuk u anulua. Pse? Nuk doja të shkoja. Pse po e bën këtë? Erdhe dhe më ndoqe deri në fshat? Shpike shumë justifikime për të mos ikur? Pse po e bën këtë? Nuk e di. Nuk mund të bëja. Nuk mund të shkëputem. Mendova, ndoshta mund të bënim diçka së bashku një ditë. Më vjen nga brenda. Nuk mund të ndaloj. Por shiko, vetëm një gjë e di. Dhe kjo është që nuk dua të ndahem nga ti. Po nëse ti nuk do, atëherë unë Për çfarë biseduan? Ja, vëza ime, ullu. Nën, më trego çfarë ndodhi. Lajme të këqija ka?
Ti the se do të bëje gjithë shka që duhej për të vazhduar shkollimin. Të kujtohet, apo jo? Po, dhe unë ende i qëndroj aty vendimi. Mirë. A do të bësh gjithë shka që duhet për të mos e lejuar komisioni disiplinor të të ndëshkoj për të parandaluar që bursa të ndërpritet. Atëherë ti do t'i thuash bordit se Ozani të puthi me forcë. Do ta mbrosh veten kundër ti. Për ndryshe, nuk do të fal për atë që më bëre, vetëm që ta dish.